E përshëndesim dëgjuesin e radhës me Assalamu alaikum urdhnoni. Ja, aleikum selam, lajmëron nga Suedia. Po, noni. E kam një pyetje për hoxhën. Po, noni. A është gjëna me pas fotografi në mure, se kam dëgju që nuk bën me pas fotografi në mure. Po. Ju tjetër nuk kemi, gjithashtu dhe përshëndesim ne. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Më të nderuar, fotografit mund të ndalën në 3 lloje. Lloji i parë është nëse ato janë figura që kanë trup, ato janë rrepsisht të ndaluara. Pjesa tjetër janë fotografi që bëhen nëpërmes të aparatit, nëpërmes të mjetit. Ata edhe ato janë ndalën në 2 pjesë. Disa janë shumë të fllëçura, lakuriçe, kështu të ndyta, edhe ato janë të ndaluara, ndërsa fotografitë normale të njerëzve tonë, të familjes të pastra, nuk prish punë, por ato të mos bëhen me shumicë. Dhe të mos jenë dhamën ku fal namaz, eventualisht edhe ati nëse jonë duhet të lihen pas dhe të mos jenë ati karshi ku falesh. Pra, sidoqoftë nga fotografit, pak duhet të kemë kujdes të mos bëhemi shumë të merremi me fotografi. Po eventualisht një fotografi për kujtim për dikend ose një fotografi për kujtim të fëmijës ose të babës ose diçka, sa për kujtim kështu edhe për nevojë, fotografit nuk janë haram, përndryshe janë të ndaluara.